shkove dhe na tregove për rrugën e vështirë që kanë ndjek luftarët e lirisë, jo vetëm e vështirë, por edhe shumë e rrezikshme. E njëri nga ata ishte edhe eroi sot që po kujtojmë, Shefqit Thaçi. Natyrisht ne gjithë kemi diçka për të thënë për shokët tonë luftar, sidomos ata që kanë qenë pranë dëshmorëve dhe heronjve, por e lus Nejat Cikoqi që t'ju adresohet me një fjalë rasti në emër të veteranëve të Dobërdolonit e Rrethinës. Familje e Shefkis dhe familje e Enverit të pranishëm, ju përshëndes në emër të fshatit Dobërdolan, në emër të veteranëve. E di që morsi i 99-ës është njëri ndër muaj, si ta shprej, ta quajmë dhimbje, është do thotë kemi pas luftimet më të ashpra, humbjet më të mëdha, kemi pas shok duke ra, kemi pas gjithë ato, mirë po ai mars është kthyer në lavdi dhe në krenari. Prandaj e lus edhe familjen e Shefkis, edhe të Enverit që të ndihen krenar për djemtë e tyre. Na si fshat Dobërdolan jemi mundu me respektu, do të edhe venin edhe me ndihmu me përkrah dhe me rregullu rrugën, me rregullu këtë vend këtu gjithë ato. Mirë po kam një informacion për juve se nesër në ora 10 Dobërdolani e nis gur themelin e kullës, një kullë e cila do t'i përfshi edhe këta djemë që kanë ra këtu. Do të një kullë që do të tregoj historinë e lavdinë e këtyre djemëve e këtyre luftimeve këtu në këtë vend ku jam. Lavdi të gjithëve. Na duhet i kujtojmë, po dhe duhet jemi krenar për atë kohë. Kështu që nuk do të shtojmë më tepër se shkaqtoi kryetari tha fjalë më të mëdha. Uroj që gjithmonë të jemi bashkë, t'i festojmë, t'i kujtojmë ta trim ata heroj. Lavdi veprës heroike të këtyre dy burrave.